Ditën e dishme, redaksia jon publikoi qetësimin e banorëve të një pallati në lagjen 29 nëntori në qytetin e Vlorës, të cilët ankohen për një ndërtim që nisi të ngrihet papritur përpara godinës së tyre. Sipas banorëve, platforma që po ngrihet krah një kioske ekzistuese është komplet pa leje, por institucionet përgjegjëse në Vlorë nuk reagojnë, pasi ndërtuesi është djali i Eduard Sulejmanit, polici i cili më parë ka qenë në detyrë drejtori i kufirit të emigracionit në Vlorë. Lajmi duket se ka shkaktuar shumë trazira në Vlorë, teksa disa nga personat që janë përgjegjës për moslejimin e ndërtimit të këtij objekti e kanë marrë me të qeshur dhe kanë nisur të ngasmojnë qytetarët e thjeshtë që lexuan shkrimin e publikuar dhe kanë komentuar mbi çështjen. Kështu është edhe rasti Armando Hoxhait, me detyrë inspektori mbrojtjes së territorit në Vlorë. Një ndjekës komentoi poshtë lajmit, siç e thatë vetë dhe ju, djali i drejtorit për Açun i babit. Ky koment duket se ka ngjallur epshet e inspektor Armandos, i cili pasi lejoi ndërtimin e objektit duke mbyllur syt, ka filluar ta ngasmoj vajzën duke i bërë replay, dyemoj duke qeshur. Ky që po gjuan këtë te komenti i ndërtimit pa leje në Vlorë është inspektori i mbrojtjes së territorit që kishte për detyrë moslejimin e ndërtimit. Shiko sa kërshëllok, shkruan denoncuesi që ngriti zërin për rastin në fjalë.